Ej, ko t'ju pyes, gjatë tyre 80 ditëve që jeni brenda, qa mund të ketë ndodhur në një gjë kështu në për Shqipëri? Se kemi iden fare, kuna lene dhe halët e fermës me mendu që ka ndodhë jashtë. Arbana, të jeme sinqert, kur vendosa që të futem, unë nuk mendova që ju i izolonit vërtet njerëzit këtu brenda. Se mendoja që bën gjasme. Informacion të këtu, po jo, asgjë. As një informacion s'ke marrë ti, Sara? Qa informacion e ka marrë? Ku e di unë? Si është gjendja politike, Andeja? Qa informacion e ka marrë? Gjendja politike, Moza? Si është? Mos pyt! Me së bet. Fare mos pyt! Ashtu, a? Ja, me mirë është. O Moza, po presin të bësh këshilltare. Këshilltare kujt, moj? Shti Moza e ka bë një kërkesë për këshilltare. Po? Bas kësaje? Ha? Kush është ajo Mozë? Qa Mozë me? Jem bëjtë ti? Pasaj Moza bëhet presidente mi. Që shkollaj, jo. Që shkollaj. Moza for president. Ajdeni se kam gati surprizën. Ajdeni se zjatëm shumë me këto biseda konstruktive. Të panevojshme. Ëndra janë bëvaki dhe daljen. Edhe daljen. E janë i shkojmë brënda, sepse keni një super dark sonte. Edhe unë i bëjt fala gjithve, po edhe alegjive të politikës lartë, se dhe ato alegji janë. Alegji ato të politikës lartë? E kanë kuptu me vones, po alegji janë dhe ato. Ashtu, e? Po, shumë alegji janë. Po s'duken. Punën ke tensioni lartë, ne jemi ke tensioni ullët. Okej. Ju urojmë barësi gjithë alegjive. Okej. Arbanat, falimderit shumë dhe juve gjithë tjerve aty, falimderit publikut. E ndjej vetën sonte shumë privilegjuar, nuk e di pse. Nga surpriza mbase? Po, nga surpriza dhe nga që u kandidova qoftë dhe nga shokët e mi për dalë në finale. Po ja, pra, e shikon, se kjo është e bukura e fermës, edhe bashkjetesës, që duhet të doj edhe publiku jashtë, po duhet të duan edhe ata brënda, dhe ta gjesh të balancën, nuk është gjithmonë e letë, Po, me kënë drejtë më bëjqevi. Hajde Jaka! Ju përqafoj shumë. Hajde Moza, hajde. Ju përqafoj. Hajde ato se na vrove. E jani shkojmë brënda. Harruam qantat e pa... Merini ato qanta, merini ato raqe më gjithini, se nuk keni fund. Por duhet një shkollë për kuptoj se qarë janë. Nuk ju imaginoj do të si do dilni nga ajo fermë, nuk ju imaginoj do të me sa valigje do dilni. Mirë, po shkojmë brënda ndërkohë me gjithë pjesën tjetër. Miqtë e mi, darka sonte është përgatitur me kujdes nga Paella Resort Patok, një destinacion i njohur për gastronominë mesdhetare, produktet e freskëta dhe mikpritjen e ngrohtë. Të mbrëmje ju pret një menu e veçantë, ashtu si emri Paella i frymëzuar nga tradita spanjolle dhe i njohur për specialitetin e tij të famshëm paella. Edhe kjo darkë sjell një copës të Spanjës në Patok, duke ndërthurur shijet mesdhetare me produktet më të mira lokale. Por, edhe ju që na ndiqni nga ekrani, rezervoni tavolinën tuaj për një drekë apo darkë me të dashurit tuaj në Paella Resort Patok. Ju bëft mirë darka, shijojeni, knaquni, bashkë të shihemi, do të dëgjohemi të hënën. Sa ngjyrat mira pas kemi. Shumë, prevepër. Super të mirë. Aliro, gjërat mira, Shumë atuat peshku. o këta foti e shoshë. Filloj. Hajde, knaquni, natën e mirë të gjithëve, faleminderit e publikut, Angel, Armal, Armina, faleminderit, happy birthday Armina dhe njerë. Shihemi të hënën, natën e mirë të gjithëve, natën e mirë. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey